E pa precedent ajo që po ndodh në Kosovë me futbollistin e ri Etnik Bruti, i cili është duke u përballur me një lumë ofendimesh dhe akuzash të rënda për arsyeën e vetme se ka zgjedhur të përfaqësojë kombëtaren shqiptare të futbollit. Siç është raportuar në disa media, kapiteni i Kosovës U21 mori vendimin të shtunën që në të ardhmen t'i bashkohet kombëtares Kuqezi. Kaq ka mjaftuar që në rrjetet sociale të nis një val ofendimesh ndaj tij, madje duke shkuar aq larg sa ta quajnë edhe tradhtar, por një përgjigje të fortë atyre u ka dhënë babai i Etnik Brutit, ja çfarë shkruan ai në rrjetet sociale. Tradhtar janë të gjithë ata që i thon tradhti mbrojtjes së flamurit Adem Jasharit, Zahirit, agimit e të gjithë dëshmorëve të rënë për liri. Biri im ka marrë një vendim që buron nga bindjet e tij dhe dashuria për kombin. Ai nuk e ka refuzuar Kosovën, por ka zgjedhur të luajë për kombëtaren shqiptare, për flamurin me të cilën i kemi mbështjellë dëshmorët tanë. Kjo nuk është tradhti, por besnikëri ndaj idealit për të cilin kemi luftuar. Të gjithë ata që sot e gjykojnë duhet ta dinë se askush nuk mund të na jap leksione për atë dashuri dhe sakrificë për Kosovën. Askush nuk ka të drejtë të vërë në dyshim vendimin e Brutit, i cili me zemër dhe shpirt po ndjek rrugën e tij, duke mbrojtur vlerat kombëtare. Për ne Kosova dhe Shqipëria nuk ndahen, sepse jemi një kombë, një gjak dhe një histori, ka shkruar babai i Etnikut, Besniku.